it is my great honor to invite to the podium His Excellency Mr. Edi Rama, Prime Minister of the Republic of Albania, to deliver his keynote. Distinguished Rector, I nderuar rektor, profesor Marvala, dear Excellencies, të nderuar shkëlqësi, ambasador Pake, i dashur Jean-Eric, zonja dhe zotrinj dhe të dashur student. it is a true pleasure to be Është kënaqësi e vërtet që gjendem sot këtu at the United Nations në University, Universitetin a city e that Kombeve të Bashkuara në Tokyo, një qytet i cili mishëron Europe, diçka që Europa, Azia dhe bota në të vërtet kanë nevojë më shumë se kurrë. Aftësinë për të kombinuar kujtesën me inovacionin, traditën me transformimin, with ambition, durimin me ambicien and yes, sovereignty dhe with po, multilateralism. sovranitetin me rendin I come shumë from palësh. a country Unë that vi for decades nga një vend që was për dekada të tëra njihej si Koreja e Veriut e Europës, një vend izoluar nga jeta e këtij planeti, që pretendonte se s'kishte lindje e perëndim, por vetëm Shqipëria kundër botës, një vend ku shteti bëri të pamundurën not only për të borders, izoluar jo but vetëm also our kufit, por edhe mendjet. We had no friends except one. Nuk kishim Mao is fronte China, të tjera përveç njërit, Kinën e Maos dhe urrëtitjen e revolucionit kulturor. Fryma e errët e revolucionit kaloi kontinentin dhe gjeti stre në tokën tonë. Intelektualët u shndruan në objektiva. Mendimi i lirë u shndrua në herezi dhe e shkuara u bë diçka për tu azgjësuar, ndërkohë që ardhmja u shndrua në një burg i maskuar si një strep. Në fakt, është historia që ndodh kur zëvendësohet arsyeja dhe kur izolimi zëvendëson bashkëpunimin. Ja pse kur komunizmi ra, shqiptarët was not merely political. bën një zgjedhje që nuk ishte vetëm politike, ishte ekzistenciale. Zgjodhëm demokracinë, hapjen, Atlantic bonds, lidhjen transatlantike që është Europa. Për ne, integrimi europian a bureaucratic nuk ka exercise qenë kurrë një proces burokratik a negociat teknike, e as ka qenë aksesi në një bankomat. Është një aspirat kombëtare, një zgjedhje qytetërimi, një angazhim për t'i përkitur plotësisht një familjeje kombesh demokratike që jetojnë në paqe, liri, që besojnë në paqe, në liri, demokraci dhe sundimin e së drejtës. Shqipëria sot është më afër se kurrë me Bashkimin Evropian. We have never seen it so concrete. Dhe nuk e kemi parkur të jetë kaq konkrete, kaq reale në asnjë moment të historisë sonë moderne. Në vijim të çeljes së negociatave për antarësim dhe për parimin e shpejt përmes grup kapitujve, kemi hyrë në fazën vendimtare të rrugtimit tonë europian dhe javën e ardhshme do të kemi një konferencë kyçe ndërqeveritare me Bashkimin Evropian që i jep fill një faze të re të mbylljes së kapitujve dhe të përmbylljes së negociatave brenda një viti e gjysmë. Rruga përpara mbetet shumë kërkuese, tejet sfiduese, por kur nuk kemi qenë më të vendosur dhe kur madje as kemi imagjinuar e jo më të mendojmë një plan B
përveç Bashkimit Evropian, sepse jemi të bindur që nuk ka plan B përkundrejt lirisë, nuk ka plan B kundrejt shtetit të së drejtës, e nuk ka plan B kundrejt demokracisë. Antarësimi në Bashkimin Evropian është pikërisht kjo, nuk ka të bëjë me hyrje në një organizat, por ka të bëjë me transformimin e shoqërisë nga brenda, ndërtimin e institucioneve që s'kemi patur kurrë, forcimin e shtetit të së drejtës, modernizimin e administratës publike, luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar, e krijimin e një shteti që ju shërben qytetarëve, në vend që qytetarët t'i shërbejnë shtetit. Dhe përtej gjithçkaje, që t'i japim vetes një vend në një hapësirë ku liria, siguria dhe bashkëpunimi janë vlerat e parimet themelore të bashkëekzistencës. Një prej kapitujve më të thellë të rrugtimit ton drejt kësaj ambicjeje ka qenë reforma jonë në drejtësi. Një prej reformave më të thella e të vështira që ka ndërmarrë ndonjëherë Shqipëria. Jo sepse ndryshimi i ligjeve është i vështirë, të ndryshosh ligje është e lehtë. Dhe në Shqipëri është më e lehtë se sa në Japoni me qëra fjala të ndryshosh ligje. Të ndryshosh zakone, të ndryshosh pritshmëritë dhe të ndryshosh sistemet të ngërthyera është e vështirë, por reformat që kanë pesh kur nuk janë të lehta. Reformat që janë të lehta kur nuk kanë pesh. Sot rrugtimi evropian mbetet motori më i fuqishëm i transformimit që kanë dispozicion Shqipëria. Dhe unë gjithmonë e përsëris se ajo çfarë e bën Shqipërinë të ketë një shans shumë real dhe jo vetëm Shqipëria, por edhe Ballkani Perëndimor, krahasuar me Afganistanin, krahasuar me Irakun, krahasuar me vende të tjera, ku premtimi i perëndimit kolektiv ishte të sillte liri e demokraci, por rezultati nuk ishte i tillë, është pikërisht ndryshimi midis të pasurit ose jo të Bashkimit Evropian si destinacion e si një bashkëudhëtar në këtë rrugtim. Bashkimi Evropian është burimi më jashtëzakonshëm i dijes për shtet ndërtimin që ka krijuar ndonjëherë njerëzimi. Dhe transferimi i kësaj dije është ajo çfarë ata bëjnë më mirë. Agresioni rus kundër Ukrainës i kujtoi Europës diçka që për fat të keq shumë kishin nisur ta merrnin të mirëqen, sepse për herë të parë në historinë e vet, Europa pati një brez që nuk pa asnjë luftë. Kështu që vetë kënaqësia u bë pjesë e mënyrës së jetesës në Bashkimin Evropian, ku paqja në një farë mënyre merrej si e mirëqen dhe e vetëqëndrueshme, ku demokracia shihej si e pakthyeshme dhe siguria në fakt nuk mund të jashtë kontraktoj historinë. Në këtë kuadër, integrimi i plotë i Ballkanit Perëndimor dhe i Shqipërisë në këtë rast në BE nuk është thjesht një kërkesë e jona apo kërkesë e rajonit, është nevojë strategjike edhe për vetë Europën, sepse ardhmja e Europës nuk mund të jetë e plotë, ndërkohë që një rajon rrethuar tërësisht nga Bashkimi Evropian që në kufi të mbetet jashtë arkitekturës politike
të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka dëshmuar që jo vetëm është partnere e qëndrueshme dhe besueshme, por edhe që e do kaq shumë Bashkimin Evropian që asgjë nuk ja ndryshon mendjen. Ne duam të martohemi, këmbgulim, ne do të martohemi. Jemi plotësisht të linjëzuar me politikën e jashtme të sigurisë së Bashkimit Evropian. Jemi një aleat i përkushtuar i NATO-s. Jemi thellësisht lidhur me marrëdhënien transatlantike që ka garantuar lirinë e stabilitetin e Evropës për brezat të tërë, sepse edhe pse Bashkimi Evropian është destinacioni ynë, marrëdhënia transatlantike është speranca mbi të cilën mbështetet kjo marrëdhënie. Ndërkohë që busulla jon strategjike çon drejt Europës, kurioziteti dhe partneriteti ynë shtrihet shumë përtej Europës. Kjo më sjell këtu në Azi, sepse ka kaq shumë që gjithkush mund të mësoj nga Azia. Ka kaq shumë që Europa mund të mësoj nga Azia. Transformimet të jashtëzakonshme gjatë kësaj gjysmë së fundit të shekullit dhe ka kaq shumë që edhe Ballkani Perëndimor mund të mësoj. ASEAN-i ofron një mësim veçanërisht të çmuar. Antarët e organizatës kanë një origjinë, sistem politike, kulturë, histori shumë të ndryshme, por kanë kuptuar diçka thellësisht të rëndësishme. Bashkëpunimi nuk kërkon uniformitet. Marrëdhëniet miqësore nuk kërkojnë të jesh njësoj. Përparimi nuk arrihet duke eliminuar ndryshimet, por duke i shkrirë në mënyrë inteligjente e duke i përdorur ato si forca ekuilibruese. Për një rajon si Ballkani Perëndimor me një histori që shpesh ka qenë më e dukshme se sa e ardhmja, mençuria e këtij rajoni mbar vlerë shumë të veçantë. ASEAN-i na mëson që besimi mund të ndërtohet gradualisht, që prosperiteti mund të krijojë stabilitet dhe se fqinjët nuk kanë nevojë të bien dakord për çdo gjë, që të ecin përpara së bashku. Ky është një mësim që vlen të mbahet mend jo vetëm në Ballkan, por gjithmonë më tepër në shumë anë të botës. Dhe në qoftë se ASEAN-i ofron mësime në bashkëpunim rajonal, Japonia ofron mësime në diçka edhe më të jashtëzakonshme për fuqinë e qëndresës. Pak kombe kanë përjetuar shkatërrim të tillë, e kanë arritur një rimëkëmbje të tillë. Pak kombe kanë dëshmuar kaq kapacitet, aftësi për të transformuar tragjedinë në forcë, mungesën në inovacion dhe kundërshtinë në ekselencë. Në fakt, madhështia nuk matet me mungesën e sprapsjeve, por me aftësinë për t'u ngritur pas tyre. Për Shqipërinë, Japonia ka qenë shumë më tepër se sa vetëm një partner zhvillimor, ka qenë një mik i besuar dhe dua të sjell në kujdes këtu që në vijim të tërmetit shkatërrues të 2019-s, Japonia qëndroi krah nesh dhe kurrë nuk do ta harrojmë këtë gjë. Shumë profesionistë shqiptar në punës publike, ekspert kanë përfituar nga trajnimet dhe programet e formuese të Japonisë. Në një vend që po kalon transformim të thellë, kapitali njerëzor është ndoshta kapitali më i rëndësishëm nga të gjithë. Por ajo çfarë e bën Japoninë të paçmuar për ne është fuqia e shembullit të saj si burim frymëzimi i pashtershëm. Në disa mënyra Japonia është bërë një partner i tërthor, por i rëndësishëm në rrugtimin evropian të Shqipërisë, sepse integrimi evropian nuk ka të bëjë vetëm me negocimin e kapitujve dhe transferimin nga atje në vendin ton të korpusit ligjor europian, por ka të bëjë me ndërtimin e institucioneve për të rritur standardet, qëndresën, ka të bëjë me zhvillimin e një kulture ekselencë, dhe gjitha këto janë fusha ku Japonia
mbështetja e saj është shumë e vlefshme. Ajo çfarë bën veçanërisht kuptim plot marrëdhënien tonë është që pavarësisht kufive gjeografik që ndajnë vendet tona, ne ndajmë bindje shumë të ngjashme. Një besim në bashkëpunimin ndërkombëtar, respektim për institucionet demokratike, përkushtim ndaj stabilitetit, besim në arsim, besim në inovacion dhe ndoshta mbi të gjitha një bindje se suksesi afatgjatë ndërtohet me durim e këmbëngulje më shumë se sa me rrugë të shkurtra. Në një botë që karakterizohet gjithmonë më tepër me polarizim, fragmentarizim e padurim, këto vlera janë shndruar në asete strategjike. Ja pse institucione si Universiteti United Nations janë kaq të rëndësishme sepse në fund të fundit integrimi nuk është vetëm institucional, është intelektual, është kulturor, është njerëzor. Urat e njohurisë rezultojnë më të qëndrueshme se sa ato të çelikut dhe bashkëbisedimet midis shoqërive shpesh shkojnë përtej marrëveshjeve midis qeverive. Pra, ne jemi thellësisht të angazhuar ndaj integrimit në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria sot bazuar në barometrin evropian, jo çfarë mendoj unë, është shoqëria më pro-europiane e kontinentit. Dhe ju kanë thënë, jemi të dashuruar. Kështu që nga Koreja e Veriut e Europës në një vend kandidat për NBE dhe aleat i NATO-s në harkun e një jetë e tjetuar, është diçka mjaft e rëndësishme. Dhe nga hijet e revolucionit kulturor të vlerat e Europës demokratike, nga një vend që dikur i trembej botës në një vend të vendosur për të kontribuar për botën, është vërtet diçka. E ky rrugtim na ka mësuar diçka të thjeshtë, shumë të thjeshtë, por të rëndësishme. Historia mund të formësoj një komb, por nuk duhet të përkufizoj fatin e tij. Dhe Japonia është ndoshta shembulli më i shkëlqyer i kësaj. Isha mjaft i vetëdijshëm që duhet ta mbaja këtë fjalë të premten dhe premtja është shumë e rrezikshme për të mbajtur fjalime, sepse të gjithë mezit shpresin të largohen nga ndërtesa në vend që të dëgjojnë leksion. Bëra maksimumin që të jem serioz si shpritet një lektor, por edhe të mos ju jap leksione, siç nuk e prisnit. Kështu që këtu i përmbyll komentet e mia dhe natyrisht do të jem më së i lumtur t'i përgjigjem çdo pyetjeje që ju keni, e me shumë kënaqësi do t'ju ftoja të gjithë ju japonezë që jeni këtu të vini e të vizitoni vendin tonë. Më vjen keq që nuk ja dolëm të sillnim ca diell në Tokyo, sepse kemi shumë diell në shtëpi, kështu që ejani ta shijoni. Ndërsa ushqimi juaj nuk ka të dytë, po sërish ne kemi ushqimin më të mirë Ballkanit Perëndimor. Dhe natyrisht ambasadori kupton, e di shumë mirë këtë edhe pse nuk do ta thot me zë të lartë. Pra, faleminderit shumë. Është kënaqësi. Faleminderit.